Dashi, sot është koha e duhur për të ndalur pak hapësirën e përditshme dhe të dëgjosh zemrën tënde. Në dashuri, bëj një gest të vogël që do të prek thellë zemrën e partnerit. Nëse je vetëm, mund të takosh diçka që të bën të ndihesh je gjallë. Në punë, përqendrohu tek detajet e vogla, pasi ato do të sjellin fryte të mëdha në të ardhmen. Kujdesu për financat duke mos bërë shpenzime të panevojshme, edhe pse joshja për të blerë diçka të re është e madhe. Energjia jote është e fortë dhe e ndritshme, ndaj mos hezito të ndash buzëqeshjen me të tjerët. Një shëtitje e thjeshtë në natyrë mund të ndriçojë mendjen dhe shpirtin. Dita premton qetësi dhe përsosmëri të butë. Demi, dita e sotme ofron një përzierje të ëmbël energjish. Nëse ke ndonjë plan që prek zemrën tënde, është koha për ta ndjekur me pasion. Shfrytëzo momentet intime për të thelluar lidhjet me të dashurit. Në punë, intuita do të udhëheqë drejt zgjidhjeve të mençura. Mund të hasësh pengesa të vogla, por qëndrimi pozitiv do të ndihmojë të i kalosh me lehtësi. Kujdesi për buxhetin është i rëndësishëm. Investo me kujdes dhe shmang shpenzimet e panevojshme. Nëse ndihesh i tensionuar, një shëtitje e gjatë në natyrë do të ringrejë energjinë. Dëgjo muzikën që të qetëson dhe lejo vetes të ëndërrosh. Kujdesi për detajet sot do të sjellë shpërblime të mëdha nesër. Qëndro i hapur ndaj mundësive të reja. Binjakët, sot energjitë kozmike ju shtryn drejt një dite plot mundësi dhe zbulime të reja. Merrni kohë për të reflektuar mbi marrëdhëniet tuaja. Një bisedë e sinqertë me dikë të afërt mund të çojë në një mirëkuptim më të thellë. Puna mund të kërkojë më shumë përpjekje se zakonisht, por rezultatet do të justifikojnë çdo përpjekje. Kujdesuni me financat duke shmangur shpenzimet e panevojshme dhe përgatituni për të kursyer për planet e ardhshme. Intuita juaj është e fuqishme sot, kështu që mbështetuni të ndjesit tuaja për të drejtuar hapat e ardhshëm. Përqendrohuni në balancimin e mendjes dhe shpirtit, ndërsa fryma pranverore ju frymëzon për të rilidhur me natyrën. Hapni zemrën dhe mendjen për surpriza të këndshme. Daforia. Sot mund të ndihemi të mbështjellë nga një ndjenjë nostalgjie, si një valë që sjell kujtime të ëmbla. Në dashuri, tregoni kujdes të veçantë ndaj gjesteve të vogla që flasin shumë për ndjenjat tuaja. Një bisedë e thellë mund të sjellë më shumë intimitet me partnerin. Në aspektin profesional, mund të hasni një sfidë që kërkon qasje kreative. Shfrytëzojeni këtë mundësi për të treguar aftësitë tuaja unike. Financat tuaja janë në një fazë të qëndrueshme, por është mirë të planifikoni për të ardhmen. Sot është dita e duhur për të bërë buxhetin tuaj më të detajuar. Në përgjithësi, merrni kohë për veten dhe lejoni që imagjinata juaj të fluturojë lirshëm, duke ju dhënë frymëzim për ditët në vijim. Luani. Sot universi të fton të prekësh ëndrat me duar. Ndjenja e optimizmit do të jetë aleati yt më i mirë, ndaj shfrytëzo këtë energji pozitive për të sjellë harmoni në marrëdhëniet me të dashurit. Në punë, mos ki frikë të marrësh iniciativën për projekte të reja. Kreativiteti yt do të shkëlqejë dhe do të vlerësohet nga kolegët. Financat kërkojnë më shumë vëmendje, bëj një planifikim të mirë dhe shmang shpenzimet e panevojshme. Kujdes me emocionet, mos u përpiq të mbash gjithçka brenda. Ndaje me një mik besnik dhe do ndihesh i lehtësuar. Mbrëmja sjell paqe dhe qetësi. Një shëtitje në dritën e hënës do të ndihmojë të rigjesh ekuilibrin e brendshëm dhe do ta mbushësh shpirtin me lumturi. Virgjëresha. Sot do të ndihesh në harmoni me veten dhe botën përreth. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të forcojë lidhjet dhe të sjellë qartësi. Është e rëndësishme të dëgjosh me zemër të hapur partnerin tënd, pasi kjo do të shtojë ndjenjat e intimitetit. Në punë mund të kesh mundësi të reja për të shfaqur aftësitë e tua analitike dhe organizative. Investo kohën dhe energjinë në projekte që të nxisin kreativitetin. Financat kërkojnë kujdes, kështu që shmang shpenzimet e panevojshme dhe përqendrohu në kursimet afatgjata. Shëndeti shpirtëror është po aq i rëndësishëm sa ai fizik, prandaj relaksohu dhe medito për disa minuta. Besimi në veten tënde do të udhëheqë drejt suksesit dhe paqes së brendshme. Peshoria. Dita e sotme sjell një balans të mirë mes detyrimeve dhe kënaqësive. Është momenti i duhur për të rishikuar planet profesionale dhe do të ndiheni të frymëzuar për të zhvilluar ide të reja. Në dashuri, komunikimi është çelësi, tregoni ndjenjat tuaja pa hezitim. Një bisedë e sinqertë mund të thellojë lidhjen tuaj. Financat kërkojnë vëmendje, planifikoni shpenzimet me kujdes dhe shmangni investimet impulsive. Në mbrëmje, relaksohuni duke shijuar një libër ose muzikë që ju frymëzon. Energjia planetare ju mbush me ndjesinë e paqes së brendshme, duke ju ndihmuar të gjeni harmoninë e munguar. Merrni frymë thellë dhe lëreni veten të udhëhiqet nga instinkti. Universi ka një dhuratë të vogël për ju sot, qëndroni si çel për ta kapur. Akrepi.
Dita e sotme sjell një energji të veçantë që mund të ndihmojë në zbërthimin e çështjeve emocionale. Nëse ndjeni të paqartë në marrëdhëniet tuaja, është koha e duhur për të biseduar hapur. Një ndihmë e vogël financiare mund të vijë nga një burim i papritur, përdoreni me mençuri për të përmbushur nevojat tuaja. Në punë, fokusohuni në detaje dhe mos lejoni që ndikimet e jashtme të shpërqendrojnë përqendrimin tuaj. Në mbrëmje, një shëtitje e gjatë në natyrë mund të shërbejë si një terapi për shpirtin tuaj. Kujdesuni për shëndetin duke dëgjuar më mirë trupin tuaj. Lidhjet me të dashurit do të thellohen dhe një bisedë e sinqertë mund të nënshtrojë sfidat e brendshme. Dashuria dhe qetësia janë çelësat e ditës. Shigjetari. Sot është koha ideale për të hapur zemrën dhe për të ndarë ndjenjat me dikë të veçantë. Një bisedë e shkurtër mund të sjellë një kuptim të thellë dhe harmoninë e kërkuar prej kohësh. Në punë, një projekt që duke i vështirë do të fillojë të marrë formë të qartë. Mos hezito të kërkosh ndihmë nga kolegët, bashkëpunimi do të sjellë rezultate të mrekullueshme. Sa i përket financave, bëhu i kujdesshëm me shpenzimet e kota, sepse një mundësi e re investimi mund të shfaqet në horizont. Energjia e ditës është e butë dhe e fton shpirtin të pushojë. Një shëtitje në natyrë do të zhbllokojë mendimet dhe do të sjellë qetësi. Lejoj vetes të shijojë momentet e vogla që ofrojnë lumturi. Britsjapi. Sot do të ndihesh sikur po ngjit maja të reja në jetën tënde. Ditët e pranverës risjellin mundësi të reja që duhet t'i shfrytëzosh me maturi. Në dashuri, dhuroje vëmendje partnerit, një bisedë e hapur do të forcojë lidhjen tuaj. Në punë, një qëndrim i qetë dhe i organizuar do të ndihmojë të përballosh sfidat e ditës. Një koleg mund të vijë me një sugjerim të vlefshëm që do të jetë çelësi i suksesit. Financat kërkojnë kujdes, shmang shpenzimet e panevojshme dhe investo vetëm aty ku e ndjen të sigurt. Ndërkohë, gjej pak kohë për veten, një shëtitje në natyrë do të mbush me energji pozitive dhe do të qartësojë mendjen. Sot, lër kohën të rrjedhë natyrshëm, duke ndjerë çdo moment. Ujori. Kjo ditë sjell me vete një energji të butë dhe të përzemërt. Në dashuri, dëgjoni zërat e zemrës dhe mos keni frikë të shprehni ndjenjat tuaja më të thella. Bisedat e hapura mund të forcojnë lidhjet ekzistuese dhe të krijojnë ura të reja. Në punë, një qasje kreative do t'ju ndihmojë të zgjidhni sfidat e vogla që mund të shfaqen. Mos hezitoni të kërkoni ndihmë nga kolegët, bashkëpunimi është çelësi i suksesit sot. Financat duken të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme. Një qasje e kujdesshme do të sjellë qetësi mendore. Ndjesitë e përgjithshme janë pozitive dhe një shëtitje në natyrë mund të freskojë shpirtin tuaj. Kujdesuni për veten dhe shijoni momentet e thjeshta të ditës. Peshit. Sot, hapat e mendimeve të tua do të ndihen të lehta si pupla, teksa frymëzimi do të udhëheqë drejt horizonteve të reja. Në dashuri, bëhu i hapur për të dëgjuar zërin e partnerit, sepse komunikimi i sinqert do të forcojë lidhjen tuaj. Në punë, një ide e papritur mund të shkëlqejë si një yll në natën e herët. Mos e injoro, por ndaj me kolegët që të shohin vlerën e saj. Financat duken të qëndrueshme, por mbaj një sy mbi shpenzimet e vogla që mund të rriten pa kuptuar. Kujdesu për veten, meditimi ose një shëtitje në natyrë mund të freskojë mendjen dhe shpirtin. Kjo ditë është një ftesë për të ëndërruar më shumë dhe për të besuar më thellësisht tek vetja.